Përshëndetje nga unë Margarita. Shumë persona që më kontaktojnë, më thonë, do doja dhe unë të filloja biznesin si juve, por nuk marr vesh fare nga teknologjia. Por të gjithë kemi qenë në vendin tuaj. Nuk jeni as të parët, as të fundit. Unë sot pikërisht dua të flas për këtë gjë. Faktin që shumica e njerëzve që sot ne quajmë të suksesshëm, kam fillu nga hiçi. Po marrim si shembull Jack Ma, për ata që nuk e njohin, pronari i Alibabas. Ai u refuzua 10 herë në 10 vende pune sepse nuk kishte njohuri teknike. Askush nuk besonte tek ai, por ai pa një mundësi tek interneti. Në një kohë kur shumë njerëz kishin frikë nga interneti. Por sot Alibaba është një nga platformat më të mëdha digjitale online në botë. Ose Oprah Winfrey, këtu në Amerikë e njohin. Ajo u rrit në varfëri ekstreme, ka fillu si një gazetare lokale, e përdori median dhe komunikimin për të ndërtuar një perandori digjitale të saj që sot ndikon në miliona njerëz. Apo Elon Musk. Elon Musk ishte emigrant si punajon në Kanada dhe në SBA, pare pa lek. Flinte në zyrë. Investoi gjithçka që kishte dhe rrezikoi disa herë të falimentonte. Por sot ai e njohim shumë mirë se kush është. Me Teslën e me projektet, me Space-in që ai po ndryshon botën. Këta persona që fola, çfarë kanë të përbashkët si njerëz? S'kishin as para, s'kishin as privilegj. Kishin të përbashkët vizionin për të përdorur mjetet që ata kishin në dispozicion. Por sot ne kemi diçka edhe më të fuqishme. Biznesin digital online. Nuk të duhet as zyrë, nuk të duhet as staf i madh, as kapital i jashtëzakonshëm për ta filluar. Të duhet vetëm një vendim, vullnet për të mësuar dhe guxim për të filluar për të hedhur hapin. Sepse biznesi digital online është mundësia e kësaj gjenerate. Për të ndërtuar diçka tënden, për të krijuar të ardhura dhe liri, duke e përdorur internetin si mjet. Nëse këta persona që unë fola, ja dolën, pa pasur asnjë avantazh të tyre, imagjino sot që i ketë gjitha mundësit në dorë për të filluar një biznes tëndin. Dhe unë jam këtu për t'ju ndihmuar. Jo për t'ju shtyrë, po për t'ju treguar që ka mundësi që ju të krijoni një biznes tuaj digital online. Pa pasur frikë, pa pasur se ku po, çfarë po bëni, se po